Mirë mbrëma, po filloj me edicionin e lajmeve. Testet serologjike vazhdojnë të kryen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Ndonse ka muaj që ato po kryen pa ndërprerje, kërkesat po janë të shumta që njerëzit të testohen. Që nga data 9 shtator, Komuna e Gjakovës ka filluar të bëjë testet serologjike që nënkupton pasqyrimi gjendjes momentale të qytetarit. Testi për koronavirus real-time PCR, i cili u bëhet pacientëve, tregon nëse infeksioni është i pranishëm për momentin në trupin e pacientit. Mirë po ekziston edhe mundësia që të vërtetohet nëse një person ka qenë më parë infektuar me koronavirus dhe testi serologjik mundson një gjë të tillë. Pra tash e sa muaj, këto teste kryen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Drejtori Arben Koshi theksoi se kanë qenë mjaftueshëm të furnizuar me teste gjatë gjithë kohës. Me 9 shtator 2020 kemi startuar me testimet serologjike dhe deri në fund të vitit 2020 janë bu 4233 testime, për tyre kanë rezultu pozitiv 1324, që është dikun 31%, ndërsa në januar kënë vazhdu janë testu 690 teste, për tyre kanë rezultu pozitiv 274, dikun 28%. Edhe në shkurt kemi vazhdu, dhe me sot janë kry 105 testime, për tyre kanë rezultu pozitive 52, gjithmonë në cekim pozitive kur një për vlerave, po 2 vlerat e 2 IgM dhe IgG kanë rezultu pozitiv, ndërsa për PCR, si vjetë, do më thonë, 2021 nuk kemi rekomandu, pasi që gjitho pacient që kemi pas, ka rezultu në kohën e kalume dhe nuk ka pas simptoma. Koshi theksoi se kjo procedurë e testimit do të vazhdoj edhe më tutje. Çdo pacient që e merr aprovimin për me bë testimin vjen Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale na përgatit listat, ne i thrasim pacientat, vinë, i testuan, i marrin rezultatet dhe të njëjtat i referojmë në Drejtoritë të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Në fillimet e kësaj procedure janë testuar fillimisht personeli shkollor, shëndetësor e më pas edhe administrata komunale, për të vazhduar më pas edhe me qytetarët për të cilët profesionistët shëndetësor kanë vendosur se duhet të testohen, theksoi Koshi. Janë mbi 6 milion njerëz në Evropë të cilat vuajnë nga sëmundja e epilepsisë. Ajo mund të atakojë të gjitha moshat, por në veçanti fëmijët. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë, në klinikën e neurologjisë janë hospitalizuar 73 pacient, por vetëm një person ka qenë infektuar me COVID-19. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, në ambulancat specialistike mbi 300 persona kanë shfaqur simptomat e kësaj sëmundje, ku prej tyre 15 fëmijë. Janë mbi 6 milion njerëz në Evropë të cilët vuajnë nga sëmundja e epilepsisë. Kjo sëmundje mund të atakojë të gjitha moshat, por në veçanti fëmijët. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë, në klinikën e neurologjisë janë hospitalizuar 73 pacient, por vetëm një person ka qenë infektuar me COVID-19. Po ashtu gjatë kësaj periudhe, në ambulancat specialistike mbi 300 persona kanë shfaqur simptomat e kësaj sëmundje, ku prej tyre 15 fëmijë. Kështu u tha në ditën ndërkombëtare të epilepsisë, e cila u tha se kjo ditë po shënohet për herë të tetë në Kosovë. Kryetaria e shoqatës kundër epilepsisë në Kosovë, Valbona Govori Berisha, theksoi se kjo ditë ka për qëllim sensibilizimin dhe ngritjen e vetdijes. Vetëm një rast me epilepsi ka qenë me COVID. Govori Berisha theksoi se çdo vit në të hënën e 2 të muajit shkurt shënohet kjo ditë ndërkombëtare, duke shtuar se janë rreth 6 milion njerëz të cilët vuajnë nga kjo sëmundje në Evropë. Mashkujt diçka ma tepër vuajnë nga kjo smundje. Drejtori i klinikës neurologjike Nexmedin Shtala shtoi se pandemia i ka kufizuar në trajtimin e shumë rasteve. Megjithatë, ai theksoi se kjo klinikë ka qenë e hapur tërkohën. 73 kanë qenë të hospitalizuar dhe kemi pas pavarësisht dikon 300-400 ekzaminime jashtë spitalore, që është një numër i konsiderueshëm. Epilepsia është një sëmundje me së paku 2 sulme epileptike që shkaktohen pa asnjë arsye. Krizat e kësaj sëmundje mund të shkaktojnë probleme në kontrollin e muskujve, në lëvizjen, të folurit, pamjen ose vetdijen. Kriza këto të cilat zakonisht nuk zgjasin shumë, por mund të jenë të frekshme.
Arber Fetahu, studiues shkencor në GLSP, ka thënë se letra nga presidenti SBA-s Biden dërguar homologut serb Aleksandar Vučić ka një simbolik të veçantë e cila tregon që Amerika është interesuar ta përfundojë dialogun Kosovë-Serbi. Fetahu ka thënë se letra e Biden, e cila ka kërkesë njojën reciprokë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vijnë në momentin ku ky shtet po shënon ditën e shtetësisë së tij. Është një letër shumë e rëndësishme, pasi vije nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është një vend shumë i fuqishëm, dhe përpos letrës ka një simbolik shumë të madhe, për shkak që dërgohet kjo letër shumë shpejt, pasi që zoti Biden mori detyrën si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe kërkesa për njojë të ndërcjell vije edhe në momentin kur Serbia po shënon të ditën e shtetësisë së saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, thotë se Shtetet e Bashkuara mbesin të palëkundura në qëllimin për të mbështetur integrimin evropian të Serbisë. Kjo tregon edhe më tej që Biden ka një qasje të strukturuar për Kosovën, ka një qasje të qartë dhe politikbërja shumë vjeçare dhe përvoja e tij e madhe në rajonin e Ballkanit mund të sjellë përfitime të mëdha Kosovës dhe të përmbyll këtë kapitull të shtetësisë, të kontestuar ndërkombëtarisht ku në thelb është njoja e ndërsjellët, shtoi ai. Afrim Hoti, njohës i çështjeve ndërkombëtare, ka thënë se letra e Biden tregon pozicionin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër politikave të Serbisë ndaj Kosovës. Njohësi i çështjeve politike Afrim Hoti ka thënë që letra e presidentit të SBA-s, Joe Biden, drejtuar qeverisë së Serbisë, tregon pozicionin e fuqishëm të amerikanëve kundër politikës së tyre ndaj Kosovës. Në veçanti pas fakti që busulla orientuese e politikës kosovare ka humbë tash e sa kohë për shkak të qeverisjeve të dobta nëpër cilat po kalon vendi, dhe letra respektivisht pozicioni i presidentit të ri amerikan pasi diskutim shpërfaq pozicionin dhe diskursin e pandryshueshëm të politikës amerikane. Tutje Hoti tha që më rëndësishmja nga krejt kjo është që të ruhet partneriteti me amerikanët dhe që Kosova të bëjë përpjekje për të krijuar stabilitet dhe qeverisje të mirë. E para e punës, fitoria më e madhe është partneriteti strategjik dhe vazhdimësia e këtij partneriteti me amerikanët, për faktin që dim pozicionin dhe forcën e Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim. Dhe nëse kësaj i shtohet ky kontestimi i vazhdueshëm juridik dhe politik ndërkombëtar për Kosovën, mendoj që është në vetvete fitore e madhe. Letra e Biden tregon përkrahje të fuqishme të këtij shteti ndaj vendit tonë. Para gjykatës themelore të Prizrenit, sot kanë protestuar disa qytetarë e aktivistë kundër dënimit të Ilir Haxhiajt me 15 vjet burgim për vrasjen e bashkëshortës së tij, Hadije Dina. Protestuesit e kundërshtuan këtë vendim pasi e vlerësojnë si shumë të ulët. Para gjykatës themelore të Prizrenit, sot kanë protestuar disa qytetarë aktivistë kundër dënimit të Ilir Haxhiajt me 15 vjet burgim për vrasjen e bashkëshortës së tij, Hadije Dinën. Protestuesit e kundërshtuan këtë vendim pasi e vlerësojnë të ulët. Nën thirrjet, drejtësi për Hadije Dinën. Gjykat është vrasje jo lëndim i rënd trupor. Dënim meritor për Ilir Haxhiajn. Protestuesit kërkuan drejtësi për gratë e vrara. Aktivistja Liridona Siarina tha se dënimi që gjykata themelore e Prizrenit e nxori për Ilir Haxhiajn është i ulët, madje sipas saj një vendim i tillë është padrejtësi institucionale ndaj të gjitha grave që përjetojnë dhunë. Ky vendim nuk është një padrejtësi institucionale që po i bëhet vetëm viktimës, por është një padrejtësi që po i bëhet krejt grave, të cilat për shkak të çështjes së gabuar të shtetit vazhdojnë të shtypen. Siarina tha se përmes kësaj proteste e kërkojnë dënimin meritor për vrasjen e Hadije Dinës nga bashkëshorti i saj. Sipas saj, dënime të tilla të ulta do të ndikojnë në shtimin e rasteve të dhunës dhe vrasjes së grave nga burrat. Ne sot nga këtu e kundërshtojmë këtë vendim të gjykatës dhe insistojmë në dënim meritor për Ilir Haxhiajn. Gjykata themelore e Prizrenit e dënoi me 15 vite burgim Ilir Haxhiajn, i cili në vitin 2019 e rrau dhe e vrau bashkëshortën e tij, Hadije Dinën. I dënuari sipas gjykatës është dënuar për lëndim të rënd trupor, i cili çoi në vdekjen e viktimës.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini ka thënë se partitë politike janë duke dhënë premtime koti, si dhe programet e tyre nuk e kanë prioritet zhvillimin ekonomik. Shahini tutje ka thonë se qytetarët janë duke besuar në programe ideologjike dhe që sipas tij kjo është shumë e dëmshme për të ardhmen e vendit. Partitë politike të cilat po garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit pothuajse janë me premtime koti dhe pa programe ekonomike, zhvillimore, të cilat ne do t'ju besojmë dhe t'ju japim votën. Ai ka folur edhe për tubimet elektorale të subjekteve politike gjatë kohës së fushatës. Shahini e ka konsideruar të padrejtë dënimin e qytetarëve, teksa ka thonë se subjektet politike kanë qenë ato që janë thirrë në zbatim të masave. Qytetarët e vendit po dënohen pa drejt në për nejat dhe shëtit e tyre, kurse në tubime elektorale, në tubime parazgjedhore, jo që s'dënohen, por as partit politike nuk po dënohen, gjë që kjo është e pa drejt dhe është në kundërshtim me ato të cilat gjatë gjithë kohës janë proklamue qoftë nga institucionet shtetërore dhe partitë politike. E kjo për Shahinin është e mundshme pasi që bizneset janë munduar ta zënë ritmin e humbur. Gastronomët po paralajmërojnë se nëse shtrëngohen masat pas zgjedhjeve, protestat s'do të ndalen. Kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Klokoçi, ka thënë se një mbyllje tjetër do të falimentonte bizneset e gastronomisë. Klokoçi ka paralajmëruar protesta të njëpasnjëshme nëse tentohet që të ketë shtrëngim të masave pas zgjedhjeve. Humbjet deri tash janë pa parashikueshme, mos them që më është lufta vetëm për ekzistencë për të gjithë gastronomët dhe nuk ka më që shkakton humbje, shkon direkt në mbyllje dhe falimentim, sepse ka rënë edhe kërkesa agregate, ka rënë edhe numri konsumatorëve, ka rënë fuqia blerëse, edhe këto kanë dëmtuar shumë gastronominë, përveç orarit, distance, këto që kanë qenë kohë paskoshme. Sipas Klokoçit, ndihma e qeverisë ofruar për këtë sektor është qesharake. Subvencionimet e shtetit më shumë që janë qesharake, 3 milion që ndonë nuk është më as subvencionim, është as ndihmë sociale, se kur këta pëthojnë si 3 milionsh për gastronominë pëndojnë mirë, për kur përprestohet me 8.000 ose 9.000 biznese gastronomike, kjo është një ndihmë qesharake. Tutje Klokoçi ka thënë se nuk ndihen përgjegjës për shtimin e rasteve me COVID-19, sepse janë politikanët ata që vetë po i thyen rregullat e pandemisë. Deri tash qeveria dhe politika të gjithë kanë bërë kalkulime për vete, dhe nëse rritet numri ka më rritë shkaku i tëne, nuk ka më rritë shkaku jo. Ne jemi në atë piku kemi qenë edhe ma përpara, njëtin ato funksionu, kështu që nuk kena marrë ne shkaktar të rritjes së numrave, po janë vetë ata, kështu që ne i themi politikës që të naftoj tash të diskutojmë për pas zgjedhjeve që ka ndodhur. Ne do t'i provojmë së pari të gjitha rrugët demokratike, pastaj do të kalojmë në protestat të cilat vetëm shkojnë duke u rritur në numër, ka përfunduar Klokoçi. Ka nisur në Gjakov java e sportit. Në organizimin e Drejtorisë për Kulturë, Rini e Sport, ka filluar java e sportit, ngjarje kjo që shënon për vjetorin e 13 të pavarësisë së Kosovës. Në organizimin e Drejtorisë për Kulturë, Rini e Sport në komunën e Gjakovës ka filluar java e sportit. Ngjarje kjo e organizuar për të shënuar për vjetorin e 13 të pavarësisë së Kosovës. Dita e sotme nisi me ndeshjet e futsallit. Hapjen e këtyre garave e bëri kryetari i komunës Ardian Gjini, i cili përgëzoi drejtorinë përkatëse për organizimin. Pavarësia e Kosovës është një ngjarje shumë e madhe për gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë, gjitha trojet tona etnike, në Shqipëri, në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni, kështu që është kënaqësi e madhe për ne me ju pas gjithë juve këtu. Unë e përgëzoj Sarandën për punën që e ka bërë bashkë me kolegët e vet në drejtori, që këto 7 ditë do të kemi me të vërtet fest. Nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport thanë se është nder dhe kënaqësi të mirëpresin rreth 500 sportistë në Gjakov.
përvjetorët e pavarësisë së Kosovës duhet të shënohen dinjitetshëm. Prandaj në këto kohë pandemie, në këto kohë fushate menduam që ne të bëjmë një kthes tjetër, të organizojmë aktivitete sportive. Këto aktivitete sportive do të jenë çdo ditë një javë rresht, do të ketë ekipe nga Kosova, Shqipëria, siç janë sot për shembull luajnë Vlora, Ulçini, ekipet nga Gjarkova në futsal, edhe kemi menduar që dinjitetshëm ta shënojmë këtë ditë. Klubet u shprehen të kënaqura me pjesëmarrjen në këtë garë që lidhet ngushtë me simbolikën e festës së pavarësisë së Kosovës. Ne si ekipa nga Ulçini jemi shumë të kënaqur për ftesën nga komuna e Gjakovës, të ditë simbolikën e pavarësisë të Kosovës. Jemi të kënaqur edhe nga pritja edhe nga krejt ky organizim që ka bërë komuna e Gjakovës. Për ne është më shkurti, për ne shqiptarët e Kosovës është një ndër festat më me domethënie. Prandaj ndihem shumë mirë. Kuvendi komunal falenderoj për organizimin. Besojmë që do t'ja kalojë mirë. Në turneun e sotëm morën pjesë klubet Liburni, Letaj, Ulçini e Vlora. Çdo ditë pritet të ketë aktivitete nga kategoritë të ndryshme të sportit deri me datë 17 shkurt, kur dhe do të shënohet mbyllja e këtyre aktiviteteve. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Këtu po e mbyllim këtë edicion të lajmeve. Mirupafshim.